Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wa usalli wa usallimu ala an-nabiy al-mustafa al-amin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Gjitha falënderimet të takojnë Allahut të madhruar. Ai është i vetmi i denjë dhe meritor për të qenë i lavdëruar dhe i adhuruar. Përshëndetjet dhe bekimet janë për të dërguarin dhe të zgjedhurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Familjen, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e falenderojmë për të gjitha mirësitë. I jemi mirënjohës në mënyrë të veçantë që na ka mundsuar që të takohemi edhe sonte të vazhdojmë shoqërimin ton, gjithmonë përpjekje për të kuptuar sa më mirë fjalët e Allahut fuqiplot, si parakusht për t'i aplikuar ato me synim për me fitu kënaqësinë e tij. Kemi fol herën e fundit për një komunikim mes pejgamberëve dhe popujve të tyre, e do të vazhdojmë parafërsisht në atë temë, jo të njëjtën gjithsesi, por synimi është që të qesim në pah një gjë me rëndësi, ajo është se pejgambert të gjithë pa prej ashtem, kur vinin tek popujt e tyne, ata prezantoheshin, u tregonin njerëzve se çfarë janë edhe çka kërkojnë prej tyne. Realisht atë që e kërkonin pejgambert nuk e kërkonin për veten e tyne, por ata, sikurse e dimë dhe besojmë, ishin të përzgjedhurit dhe të deleguarit e Allahut fuqiplot për t'i thirrë njerëzit në besim, për t'i thirrë njerëzit që ta ngrisin edhe mirëmbajnë lidhjen e mirëfelltë me Allahun fuqiplot, me krijuesin e njerëzimit. Edhe përgjigjet e njerëzve ishin turlifare. Në mes tjerash, shumë popuj e kanë pas një përgjigje e cila as sipas tyne s'ka pas logjik, por njerëzit janë gjendje nganjëherë edhe gjëra të palogjikshme me fol e me thon, kur synojnë me e refuzu të vërtetën. Edhe një prej atyne vrejtjeve që eventualisht ata njerëz i kanë pas, qysh pejgamberi i Zotit me kon njeri. Do thonë vrejtje, qysh pejgamberi me kon njeri. Gjithsesi, ajo të shkafit ata i kanë gjetë vrejtje ka qenë pse mos me kon me laçe, pse mos me kon, nga njerë ndoshta kanë nënkuptu, pse mos me kon i dërguar i Allahut, pse mos me pas edhe atribute edhe cilësi të Zotit, pse mos me kon i mbinatyrshëm, i jashtëzakonshëm, e që realisht kjo vrejtja e tyne dhe kërkesa e tyne pa dyshim që nuk ka pas kurfar kuptimi. Për arsye se pikrisht fakti se pejgambert e Allahut ishin njerëzit, kjo mund të ketë qenë njëkohësisht gjëja më e mirë dhe më e logjikshme që Allahu ka zgjedhur, po njëkohësisht edhe përparësia më e madhe për njerëzimin. E thot Allahu i madhruar në Kur'anin famadh duke e trajtu atë kërkesën gjoja të disave, pse Allahu ju zgjodhi juve për pejgamber, e pse Allahu nuk na i dërgoi ndonjë melek. E Allahu i madhruar për të tregu se sa e palogjikshme është kjo kërkesë, thot walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna alayhim ma yalbisun. Edhe sikur kjo tani është hipotetike, thjesht veç për m'ia mush menën aty nëse kërkesa e juaj është e pakuptimt, thot edhe sikur pejgamberin ta bënim melek. Para mendo tash për shembull me pas jetuar në vaktin, në kohën e njerëzve kur ka pas hala pejgamber. Edhe Allahu me e pas dërgu një pejgamber me laçe. Pengesa e parë për neve, çka i shkon? Pengesa e parë i shkon se na nuk e kishim pa atë pejgamber, atë deleguar të Allahut.
për arsye se melaçet nuk doken. Ne sot që jemi duke jetu, besojmë fuqishëm se është prej bazave të besimit islam në ekzistencën e melaçeve, por nuk i shohim. Ja dhe qëtu në xhami ka melaçe sigurisht. Çdo njëri prej neve i ka dhe melaçe për cjellë, se kështu me radhë, mirë por nuk i shohim. Atëherë, cili do të ishte kuptimi i përzgjedhjes së pejgamberit prej melaçeve, dërgimi i tyre te njeriu, duke qenë se ata u takojnë dimensioneve të ndryshme. Melaçet për njerëzimin janë të padukshëm, janë të krijuar prej drite edhe komunikimi në mes pejgamberit edhe popullit do të ishte i vështirë, mos të themi i pamundshëm, ose do të ishte i atill që do të kishte pas nevojë për një transformim tjetër. Allah i madhruar pikërisht këtë e thot. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا. Edhe sikur ta banim pejgamberin melek, prap do të duhej me i dhon formë njeriut për me mujt ju me komuniku me te, për me mujt ju me e pa e kështu me radhë. Andaj, ekzistojnë disa vende në Kur'an ku njerëzit kanë shpreh të themi mos pajtim ose habi, edhe pse prap po them është e palogjikshme kjo, pse pejgamberi me qenë njeri, a në të vërtet pikërisht fakti se pejgamberët kanë qenë njerëz, kjo për njerëzimin ka qenë edhe përparësi, po edhe lehtësim shumë i madh. Për pejgamberin u konë zarë gjithsesi, për arsye se ai megjithatë u dashtë me pranu shpalljen prej qiellit, e që s'ka qenë e lehtë këtë e kemi përmend edhe e kemi kuptu besoj që mati. Po për cilë prej pejgamberit deri te njerëzit ka qenë shumë e thjeshtë. Nëse ka qenë kaq e palogjikshme një vrejtje e tillë, atëherë do të me e kuptu pra pse njerëzit kanë insistuar në te. Ne sot përballemi nganjëherë me disa gjëra të cilat për një mend nuk kanë kurrë kuptimi. Disa prej tyre i kemi edhe në përditshmërinë tonë, në nënqiellin tonë, disa prej tyre janë të përgjithshme kështu në nivel global, ndoshta njerëzimi përballet me to, po të gjitha ato janë të palogjikshme, po megjithatë ka njerëz që insistojnë to. Pse? Shtrohet pyetja, s'është qëllimi konkretisht të ato vrejtje, po qëllimi është me kundërshtu diçka më të madhe. Dhe pikërisht këtë njerëzit kanë synu nëpërmjet atij faktit, qysh pejgamberi me kon prej njerëzve. Kanë thonë, ma li hadha ar-rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Qa u bo puna e këtij pejgamberit, ky po hën ka buk sikur na, edhe po hec ka sikur na, po shkoj ka po vi, ka po dil, ka po blej, ka po shit ka. Realisht, pikërisht kjo është përparësia më e madhe. Ne sot në përgjithësi më tepër se çdo kan tjetër e çmojmë një njeri i cili jeton në mesin tonë dhe kemi mundësi për ditë me e pa, për ditë me komuniku me te. Kur e shohim se është i thjeshtë në kuptimin, i bën punë të veta që ashtu që i bojmë na tonat, nuk jeton në një, ta quajmë në një nivel tjetër, ose në një hemisfer tjetër. Jeton sikur na qështu, që ato njerëzit e çmojnë. Këtu pra del në shesh ajo mungesa e logjikës, te ajo habia e tyne, çka është puna e këtij pejgamberit, ky po hanka e po pika sikur na, edhe po hecka e po vika e po shkojka njëjtë sikur na, a në të vërtet kjo pikërisht është përparësia më e madhe. Qëllimin e kam pas me mohu komplet pejgamberllëkun. Pra s'është të vrejtje pse pejgamberi është njeri, po thjesht s'ka ndasht me e pranua absolutisht se Allahu ka dërgu pejgamber. Ju kujtohet që ta zhvonë e kam përmend kur mundohen nga njëherë me e lavdru pejgamberin Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, fillojnë me thonë, a i ka qenë mendimtar, a i ka qenë dietar, a i ka qenë gjeni, a i ka qenë filozof, a i ka qenë kështu. Ose në kohën e vetë, që i kanë thonë? Mes tjera që i kanë thonë poet, edhe këtë shprehje, ajo është poet, Kurani kur e përmend si ofendim për pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, edhe pse me qenë poet në esencë nuk është gjë e keqe. Ka pas njerëz zot që kanë qenë poet, e pikërisht në kohën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, me qenë poet ka qenë e arritur shumë e madhe.
Mirë po për pejgamberin e Zotit, me i thonë poet është nënçmim edhe ofendim. Pse? Për arsye se është ngritje e njeriut në një nivel të duhur, po zbritje e pejgamberit në nivel shumë të ulët. Se pejgamberlloku është nivel shumë më i lartë se të gjitha këto lavdatat që një njeri i rëndom mundet me i pas me apo pa merit. Pra ndonjëri prej neve mundën me e qujtë, valla është njeri i meqëm, është njeri i ditur, është njeri i ka mendimet e thella, është kështu, krejt këto janë me i meritu, për një me të bojnë me uni krenare dhe mirë, po pejgamberit me i thonë kështu, nuk banë. Pse? Për arsye se e zbret, edhe që kjo është ajo pika ma e rëndësishme të pejgamberlloku, e zbret burimin e ti të njohjes edhe të dijes prej hyjnorës të njerëzorja. Edhe tani kur lidhet çdo gjë me njerëzoren, na e kuptojmë se çka ndodh. Çka ndodh? Njerëzit njerë kanë prirje një njeri me e dasht shumë, me e ngrit shumë, me e respektu, pothuajse pa masë kështu me radhë, por një moment caktuar, njëjtin janë në gjendje edhe me e kritiku, edhe me e shah, edhe me i gjetë vrejtje, edhe kështu me radhë, dhe të gjitha ato edhe e kanë logjikën e vetë. Për arsye se njerit të përkrym nuk ka. Krijes të përkryme nuk ka. I përkryme është vetëm Allahu fuqiplot, krijuesi, edhe e përkryme dhe e pavrejtje është vetëm dija e tij dhe veprat e tij. Përsa ta me zbrit pejgamberin në nivelin njerëzorës, qoftë edhe ato në më të lartë. Le të themi për shembull, me i pas thonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur gjatë historisë njerëzore nuk ka pas ma të mençëm, ma të dijshëm, ma me mendime të thella, ma larg pams, s'po gjej vrejtje tjera, çka do mundem me mendu se ai. Cilit do njeri me i thonë, a e keni pasat kur e matin inteligjencën e dikujt, i thojnë e ka sa filani, ose ma pak, ose ma shumë, do më thonë e bon një nisi matëse, krahasuse, për arsye se bëhet një lloj mase e inteligjencës. Po pejgamberin me e bë kështu, nuk ban. Pse? Për arsye se e arrituna e tij edhe pozita e tij, megjithatë nuk është për shkak të njerëzores. Pejgamberi mbetet njeri gjithsesi. Hiç s'ka kurfar dyshimi këtu se pejgamberit, të gjithë pejgamberët, po flasim për secilin, janë njerëz, kur gjë nuk janë tjetër, edhe ata çto kanë thonë, kanë deklaruar, sa ju kanë gjetë vrejtje, kanë thonë po. Qalet rusuluhum nahnu illa basharun mithlukum, walakin Allah yamunnu ala man yasha. Pejgamberët thanë, në surën Ibrahim është ajeti. Pejgamberët thanë, po e vërtetë është, na sim tjetër sen, përveç se njerëz sikur jo. Do thonë deri çto te çka lidhet me neve, çka lidhet prej toke, njëjtë jemi të barabartë si na si ju. Por ajo lidhja jonë me qiellin na bën neve të veçantë, walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Por Allahu e begaton në mënyrë të veçantë, cilin do të don prej robërave të vet. Ose i kemi ajetet për shembull në surën Kahf. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilay. Thuaj o Muhammed, o njerëz, unë nuk jam tjetër se jam njeri sikur ju. Vetëm se yuha ilay, mu më shpallet, më vjen shpallja. Më vjen inspirimi prej Zotit, edhe pikërisht kjo e bën secilin pejgamber kaq të veçantë. Pra, njeri gjithsesi, edhe absolutisht nuk ka kur gjë të keqe, as nuk është emet, as nuk është marrë, pse pejgamberi është njeri. Gjithsesi, nga njëherë Kurani e paraqet ku ka qenë dhimbta e atyre njerëzve. Kur kanë thonë ju jeni pejgamber, jo pejgamber, jeni njerëz, ose ju që po pretendoni se jeni pejgamber, ju jeni njerëz sikur na, dhimbta e tyre ka qenë se s'kan dashur me pranu lidhjen e tyre me qiellin. Në surën Yasin, Allah i madhruar thot, ma antum illa basharun mithluna, wa ma anzala ar-Rahmanu min shay. E kemi përmend para një 3 ose 4 javësh atë personin që ka ardhur me nxitim dhe ju ka thonë njerëzve,
o popullim esni mas pejgamberve, aty në konë 2 pejgamber, masane i treti e të fole, të debatu me popullin e tyne, ata i kanë thonë, ju sini kur gjatë tjetër. Jeni njerës si kur na, edhe Allahu kërkujna nuk i ka shpallë, nuk i ka folë prej juve. E që thash, në momentin që dikosh munohet me shkëput, pikërisht që atë komunikimin, që thojnë komunikimin e qiellit me tokën, për thojnë ma mirë me fjallë tonat thjeshta, Allahu me i fol njerëzimit, e Allahu i ka fol njerëzimit në përmjet pejgamberve, që ato me shkëput, masani njerëzit lirohen prej të gjitha kufizimeve, lirohen prej të gjitha obligimeve, edhe kjo është ma e rona që njerëzve mundet me ju ndodhë, edhe ma e rona që ju ndodhë realisht, se këto e bojnë me zgjedhjen e vetë. Pra synimi u kanë me e shkëput fjallën e Allahut, që mos me ndi vetën borxhli edhe të obligum për me ju përgjegj thirrjes së Zotit. Kur jemi në rrafshin njerëzor, masanej na shtyhëm ndërmjet vete, sot munëm, ti njeri, unë njeri, ti e thuni fjallën, unë e tham një tjetër, ti thu po shkojmë kënej, unë e tham po shkojmë kënej, derisa nuk e kemi fjallën e Zotit. Edhe historikisht, gjatë historisë njerëzore, vetëm fjalla e Zotit ka qenë ajo e cila i ka mbyll debatet. Qofshin ato edhe për gjona të mëdhaja, qofshin ato edhe kontradikta të thella për gjona të logjikshme, për shembull, për një gjona shumë të thjeshta për cilat kanë folë pejgambert, kam fjallën ato të rëndësishme shumë, po thjesht kuptueshme. Kanë marrë njerëzit edhe i kanë bëjë ibadet materiales. Diçka që e kanë gdhëmbë me durët e veta prej gurit ose prej drunit, ose diçka që kanë mbi me dëshirën e Allahut, na i pem, na i kështu, tulifar seneve ju kanë bëjë ibadet. Edhe tash paramendo ku është logjika këtu me shku një njeri dhe me e pa Zotin e vetë, tu u tha për shkak se s'ka ra shi, ose tu u përtri për shkak se ka ra shi, nëse ka qenë pem. Ose ai njëni prej në Mekë, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një plak, ata djemët e ti janë bo musliman, e tu mënu mi thonë, o babë, më bërë se zbanë kështu anë i knejt, a e ka pas një zatë që e ka dashtë shumë, e i ka bo ibadet së natë, pse i bën njeri ibadet Zotit rrejshëm? Pyetja është kjo, pse i bën njeri ibadet Zotit rrejshëm? Përgjigjja është për shkak se s'ka pas mundësi ose dëshirë me e gjetë Zotin e vërtet, ndërsa nevoja për me bëj ibadet të njeriu është evidente. Evidente është, a i keni pa ata njerëz që neve na shitën si jo fetar. Edhe janë larg, ani pse me emna e me përkatësi kulturore të paktën njihen si musliman pezon, po janë larg çdo praktike fetare. A i keni pa, shkojnë, i kanë do farë ceremonish e do farë ritualesh që na si bojmë. Na jemi shumë fetar, na kemi shumë praktika fetare në përditshmërinë tonë, por na nuk i bojmë. Shkojnë për shembull te dikush që as vorrin se ka aty, thjesht ja ka ngrit dikush një përmendore edhe ata kur thojnë lavdi, a e keni pa çu përkulen. Pse? Se shpirti një nevojë me u përkul. Me po me i vetë pse po e bani këto nuk e dinë se s'është ajo e shkruar në një protokoll të caktuar, absolutisht jo. Nuk është, po e bojnë vetë ju, pse se shpirti njerëzor ka nevojë me u përkull. Shpirti njerëzor ka nevojë me bëj ibadet. Mirë po kurse gjon Zotin e vërtet, bëhet sikur ai plako që djemt ju banën musliman, ai e kesh një Zot të gëdhendun mirë, bukur, që ati i bante ibadet, që ato e dënë të mas shumëti, se kam pas bezdi ata me pas edhe tjerë, ma shumë se një. Edhe këta djemt të i folë, ma bre babë, se si është kur gjo kjo punë e kështu, anë e këne heq kur qysh. E marrin e natat Zotin ja vjedhen e shkojnë e gjujnë në beturina. Kur qohet kënë sabaj lypë Zotin, së është lypanel, kur shkojnë e gjonë në beturina. E merë, e pastron mirë, e parfymos mirë, e që tapet në dvenin kokon. Mrami ata djenë prapë e marrin e gjujnë në beturina, një 3 hera, 4 që shto. Dikura e kur shkojnë e gjonë Zotin e vetë në beturina, thotë, çfarë Zoti e ti, që s'mun është me mbrojt vetën, që ku po të qesin. Në thonë që aty e kupton që nuk ka logjik një gjo e tillë. Pra, senet ma elementare, ma themelore, ma bazike, janë njëkohësisht edhe shumë të logjikshme, mirë po ka njerëz, edhe që ato nuk i kuptojnë.
Edhe që ato nuk, jo që si din, po s'dojnë me i ditë edhe insistimi i tyne është me i refuzu. E një prej atyne që sakt synojnë njerëzit nëpërmjet saj me mohu edhe Zotin pastaj, është me mohu pejgamberllokun, edhe unë mendoj se sot ajo dilema e njerëzimit është të pejgamberi. A i kini një njerëzit Shqip të e thonë, Shqip, në gjuhën tonë të e thonë, unë e Zotin e besoj, po s'kam nevoj me pas fe. Thot unë e Zotin e besoj, po jo që po falë një arabisht na i keni përru qëta. Ose ai profeti ju i kështu, ose ai Kurani ju i kështu, ose kështu me radhë. Edhe çudit është ti prej një njeri i cili thot unë Zotin e besoj. Qysh e beson ti Zotin? Kallëzon ti mu, qysh e beson Zotin, cilin Zot e beson ti? Atë Zotin e logjikës, me bo me e lyp, me logjikë të shnosh, pa ngarkesa, pa paragjykime, pa komplekse. Ato logjika të çon deri dikon edhe ta hap një horizont, po prap të vynë Zoti vetëm me të kallëzu për veten, me të prezantu. E qysh na prezantohet neve Zoti? Nëpërmjet Kuranit. Na ka kallëzu prej A deri në Z, krejt çka na vynë, na ka kallëzu Zoti se qysh është, qysh do të me e besu, çka bën na me fol për to, e çka s'bën me fol për to. Pastaj kur të ndim nevojën me ju përkull, qysh me ju përkull, ka do të me u kthy, qysh me janisat ritualin e nënshtrimit ndaj Allahut, si mundon me e bë qysh dush. Pse si janisum ulën me u falë, mos tani më çun kom me dhon selam. Nëse namazit do të me pas qiyam, e ruku, e sejdë, e teshahhud, e këndim të Kur'anit, pse na ulën si janisum, me thonë Allahu Akbar, ulën, e masani kur në fund fare, më çun kom dhe me thonë Selamu Aleikum, në dy anë. Pse? Për shkak se në nashta e këshum ba, ndonjëherë, për me e thy monotonin, ose rutinën e ritualit, namazit konkretisht, po jo se Zoti e ka lyp për ulljen që shdojnë a i vetë, jo që shdojmë na. E krejt këto e ka bo nëpërmjet pejgamberve, edhe pejgamberët me komoditet s'kajshëm, pa kurfar kompleksi, pa kurfar ngarkese, kur ju kanë thonë njerëzit, qysh bre ju pejgamber, njerëz, ata kanë thonë, po vallahi njerëz jena. Hiç absolutisht nuk e kanë mohu, edhe nuk kanë insistu për veten e tyne në diçka mbi njerëzore, ose në diçka jashtë njerëzore. Po, kanë thonë, po vallahi njerëz jena. Madje, edhe me laçet që u përmenën, nëse ndonjë melek është dashur edhe me komuniku me pejgamberin, ajo dashur me e marr formën e njeriut për me ardhur njerëzit me e pa. Vetë pejgamberi e ka pa melekun Xhibril për shembull në formën e tij origjinale, ose e ka pa në formë të njeriut, ose kështu me radhë, por njerëzit nuk e kanë pa Xhibrilin, përveç se kur është paraqit në formë të njeriut, që është ai hadithi i Omerit radhiyallahu an, hadithi i gjatë që na e njohim me titull si hadithi i Xhibrilit. A po dini që u ardha një njeri jabanxhi, me tesha shumë të bardha, me flokët shumë të krehuna, as pluhun as kurgjo, do më thonë, jabanxhi se nuk e njehshim, po jabanxhi nuk ishte se nuk o do këtë që kish harë për i largët. Edhe ullet ja bën ato pyetjet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kallëzom çka është Islami, kallëzom çka është imani, kallëzom çka është ihsani, kallëzom kur është kiameti, kallëzom cilat janë shajat e kiametit. Edhe mas i shkan pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thotë Omer, a e ditë kush ka çka? Thotë Allahu edhe pejgamberi i tij e din më mirë, tha ky ishte Xhibrili, erdhi më mësu fen. Po për më mësu fen nuk erdhi në formën e vet origjinale, po erdhi në formë të njeriu. Andaj fakti se pejgamberi është njeri, është gjë e mirë, po për njerëzimin është përparësi. Edhe pejgambert e pranun me shumë komoditet se valla ju kokit njerëz, po valla njerëz jemi, si jenë diçka tjetër. E ajo që pastaj pejgamberti i ban të dallojnë prej njerëzve të rëndant, është pikrisht fakti se shpallja i ngrit ata në një pozicion të veçantë. Nuk i çon në pozicion as të melaçës, e as më pak në pozicion të Zotit. Shpallja, jo në asnjë mënyrë. Pejgamberi kur ka fol dikosh në prezencën e tij, ju e dini sahabët shumë e kanë dashur.
edhe shumë e ka respektu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po kur nuk i ka leju me thonë, që thonë të na ndore tone të Zotit. Ja, veç ndore të Zotit jena krejt. Ka orë njoni ka thonë, çka do në Zotit edhe te? Ka thonë, jo, kur mos më banë mu të barabartë me Zotin, veç çka do në Zotit, kur gjatë tjetër. Pse? Për arsye se shpallja nuk është tjetërsim i pejgamberit, po shpallja është një lidhje e veçantë e cila nëpërmjet dikujt ose ka dikush o dasht me kalu për me ardhur te na. Do të thotë çto ajetet Kur'anit, që të Kur'an që e lexojmë namazë, jashtë namazit e tash derisa po flasim me të u frymzuar në fjalët e Kur'anit, që ky Kur'an pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i ka zbrit. Ati kur i ka zbrit edhe kur i ka shpallë, ka pas kogja vështirë me pranu, edhe me majtë men, edhe kështu me radhë, mirë për na e kemi shumë të lehtë se e lexojmë. Nganjëherë nëse ne nuk e kuptojmë, e gjojmë ku e ka sqaruar dikush, sqarimet e para i lypim ku. Sqarimet e para të kuptimeve të Kur'anit i lypim te vetë pejgamberi Allahut këshyrëm, ai a ka folë diçka për këtë punë, e kështu me radhë. Andaj do të më thonë se ti jesh njeri nuk është emet. Në të vërtetë ti jesh njeri edhe nuk të bën të përsosën, por nuk është emet për pejgamberin. Se ti jesh njeri i ka kufizimet e veta, që si ligj i Allahut për jetën në këtë tokë edhe për jetën njerëzore, i prek të gjithë. Na prek neve që si jemi pejgamber, po e njëjta gjë i ka prek edhe pejgamber. Pra, ne jetojmë gjatë ditës, edhe na kap etja, na kap uria, na kap lodhja, kemi nevojë me pi, kemi nevojë me hangër, kemi nevojë me flejt, kemi nevojë me ushumu, si rrjedhoj e kësaj martohemi e kështu me radhë. Njëta gjëra i kanë bërë edhe pejgambert. Nganjëherë kalim thina prishet qefi, edhe pejgamberit të Allahut ju ka prish qefi, edhe këtë pejgamberve. Bile aty ju ka prish qefi shumë, sidomos kur njerëzit e kanë refuzu fjalën e Allahut. Edhe aty kur ju ka prish qefi, që përmenin pejgamber, që përmenin sahabët për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, thotë ndonjë gjë kur ja prish të qefin, ne e vrenim atë në çehrën e tij. Pse ndryshonte çehria e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur i prishej qefi, sa ai nuk kishte hipokrizi. Çdo gjë që ai kishte në shpirt, ai pasqyrohej edhe në dukjen e tij. Ishte njeri, madje këtë e pranonte, që është shumë interesant, e pranonte kur u thoshte sahabeve, innama ana basharun mithlukum ansa kama tansaun, fa idha nasitu fadhakkiruni. Ju ka thonë, o burra, unë jam njeri sikur jo, edhe unë harroj sikur se harroni edhe jo, andaj kur të shihni se kom harru diçka, ma kujtoni. Ka pas rast kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalë me njerëz, me mbledh fije ose shkopinj, i thojnë shkopinjt e Erakut, ato janë ai misvaku që e përdorim na. Edhe kur ka ndalë me mbledh, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, qëre, nëse doni me marrë pak ma cilësor, mos e merrni ato që është me ngjyrë të qelë, po merrni atë që është me ngjyrë të mbyllt. Edhe ata janë çudit çush po e din ky, se ata e dinin që çashtu është. Edhe këto s'mundet me e ditë gjithkohë, mundet me e ditë veç ai i cili ka përvojë lëvizjen e përshkretin, në përkullosa, me dhenë, me deve, me kështu me radhë, i thanë ja Rasulullah, ai ke rujt të dhenë, na herë që po i din këto gjana, thotë po, se s'ka pejgamber që s'ka qenë bari në një kohë të jetës së tij. Pra që shtu o konë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njëri i ka pas përparësit e veta që ja ka mësu jeta, po i ka pas edhe mangësit e veta që prap ti imponon ligji i jetës, lodhesh, smuhesh, untohesh, estohesh, e kështu me radhë. Të gjitha këtu i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për që ata ju ka thonë, kur të shihni se kom harru ndonjë gjë, ma kujtoni. Harresa të njeriu, në themi, është dobësi. A është qështu apo jo? Ki qef me majtë men një sen, mirë po ja që e harra. Po harresa nuk është e tona dobësi. Harresa është edhe përparësi. Para mendo para një muji ose para një viti, dikush të ka idhnu. Atë ditën që të ka idhnu edhe të ka lëndu, dikush je konë shumë i idhnu. Mas një javë ja ka nisë me të kalu, mas një muji e ke harru krejt, hajtë se su bo nami.
Kjo është harresë e mirë. Ka ndodhur ndonjë gjë e cila të ka pikëlluar dhe të ka mërzit shumë, me kalimin e kohës të kalon, pse e harron dhimbjen e kështu me radhë. Domethënë harresa është gjë e mirë. Te pejgamberi njeri, harresa për neve është përparësi. Pse? Për arsye se Allahu i madhruar që ka mbrojt pejgamberin prej gabimet në përcjelljen e emanetit tij. Pra, nëse themi a janë pejgamber të bagabushëm, a janë të pagabushëm, a të gabushëm, përgjigjja nuk është as po as jo. Po përgjigjja është të pagabushëm janë në përcjelljen e asaj çka Zoti i ka mësuar që u dashur me përcjell, se aty Allahu i ka ruar mos me gabu. Në atë pjesën tjetër njerëzore janë të gabushëm. Janë të gabushëm. Por jo sikur na që nganjëherë ne gabojmë ran, edhe në atë kuptim Allahu nuk i kalon ata me gaburan. Mirë po të gabushëm janë edhe pejgamber. Edhe ata i ka plon harresa, edhe ata, për shembull, qysh këshëmdit na, qysh përmirësohet namazi në rast se gabojmë ose harrojmë diçka në namaz, sikur të mos ishte harresa e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A e dim, përgjigjja është po, e dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka harruar namaz dhe në vendin me i fal 4 rekat, ka dhënë selam mas 2 rekateve. Edhe kur ka dhënë selam, i kanë thonë ja Rasulullah, a harrove apo u shkurtu namazi? Tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë i sigurt se i ka fal 4, ka thonë jo, as harrova, as u shkurtu, 4 i falëm. Ka thonë jo, 2 i falëm. Kur i ka thonë ai 2 i falëm, tash fjala e njonit edhe mendimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka pyet, ka thonë, a për një mes po thot filani, po thani ja Rasulullah, vallahi veç 2 na i fale. Çunë ti falim edhe 2. Pra, ka gabu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose ka harruar namaz, ka dhënë selam mas 2 recateve, u çu i ka falë edhe 2, edhe në fund i ka bërë 2 sejdë. Edhe ka qysh e kështu mësuar na këto, sikur të mos ishte harresa e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj fakti se pejgamberët janë njerëz është prej gjanave më të mrekullueshme që domethënë na ka ndodhur neve që me qenë pasues të pejgamberëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e përmend edhe këto. Ka shumë mësime edhe pe harresës, edhe pe dobësive njerëzore. Janë konë të u këthy për një udhëtimet edhe kanë hec deri natën vonë, i kanë thonë ja Rasulullah, apo na nalë me pushu se nuk po munam ma. Edhe u nalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë po nalemi, por nëse na ka për gjume, kam frikë se ka me na ik namazi i sabahut. Ebu Hurajra i thotë ja Rasulullah, ullënu jo, pështetuni më shelni sytë pa vezvese, se unë e rritë qutë edhe ju zgjoj për sabah. Edhe janë mbështet, edhe i ka kaplu gjumit të gjithë. Edhe Ebu Hurajra. Edhe i parit cilit i ka dalë gjumi, kur kanë fillu mja përgdhel ftyrën në rrezet e diellit, ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka qenë sytë, kur e ka pa, ka lind dielli. Se ka lind, ose të lind. E të reto, Ebu Hurajra, ku është fjala jote që tha, unë ju zgjoj, tha ja Rasulullah, nuk kam kontrolën këto që kam pas ka ndodhe. Dhe është e vërtet. Tham harresa, sa është mangësi, është edhe përparësi, edhe gjume. është mangësi se të shkym gjume, s'dë vetë. Ti mund është me thonë, unë e doroj pa buk edhe 3 ditë, po pa gjumë s'mund është 3 ditë me nej. Thati ja Rasulullah, s'kam kontrol këto, s'kam ndikim në këte. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhëron të ngritën, të përgatiten për namaz. I thot, thirrë ezanin, presin derisa të ngritet dielli, se s'bën me u falën çat kohën kur është duke lind, edhe e falin sabahun. Tash, a ka qenë dobësi, a ka qenë përparësi kjo? Ose mundu me përkthy pyetjen në realitetin tonë, çka me bë nëse s'na ka dalë gjumi për me e falë sabahun? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, men nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha. Ai i cili flan ose e haron namazin, kur ti kujtohet le ta fal. Ai u ka bëu aki ndonjëherë me e harru namazin, mu më ka bëu aki.
me harru komplet namazin, mi kalu koha, masa nej, me mbran mend se pas në falë filan namazin. Më ka ndodhë, edhe kur njetë, mos me ndodhë, s'kisha mujtë me imaginu si situatë, por mundet me të ndodhë, për çfarë arsye? Për arsye se pikërisht harresa është ajo që e karakterizon njeriu, bile disa thonë se fjala insan që e thonë njeriu, vjen prej fjalës nisjan që është harresa. Nuk e di sa është e fortë kjo, e qëndrueshme ose e pa bazë, pak ka rëndësi, mirë po a është harresa pjesë e pandashme e jonja, padyshim që po. Pra, me qenë njeri, një farë mënyre, është kufizim. është kufizim në aftësi, është kufizim në dije, është kufizim në gjithë shka. Kur themi ne, ishin do që atje me aftësi të kufizume. Cili prej neve është me aftësi të pa kufizume. Krejt jemi me aftësi të kufizume. Qëtash, apo i nim do zonat fëmijëve që aty nuk e dim sa fëmijën të lu atje jashtë. Edhe zoni i cilit po dëgjohet. Se dim, nuk e dim ma thonë ati munit që ka të ndodhë. Që tash me bo me na unal rryma nuk shohim. Pse se i kemi aftësi të kufizume. Na nevojitën drita për me pa, na nevojitën plot gjana. Do me këtë jemi të kufizume. Po me qenë njeri pra është diçka e kufizume, po me qenë pejgamberi njeri është përparësi e madhe, për shkak se ti e ki modelin më praktik qysh me adhuru Allahun në përmjet praktikave profetike. Para me ndoni, me pasbo Allahu pejgamberin me lache. Edhe me lache me na thonë 5 kohë gjithqysh, se farzi keni, po edhe natën që nuk falni, dejt ju ajën kamët, se këshërnionit që po falna. Ose agjerani, e mosu lodhni, as mosu untani, as mosu eshtani, se këshërnion qysh po agjeraj. Po me lachet slodhen, me lachet as nuk untohen, as nuk eshtohen, atër ku i shkon ajo mundësia jonë me marrë shembullin. Që këshëm po, kalaj, ti me lek, shumë kone edhe na me lachet, edhe na i shumë falë. Po ty kur nefsi jëtë, ego e jote, o me lek, nuk të tërhek ka e keqja, neve që aty po i kemi sprovat më të mëdhaja. Me leko kështë thonë, unë s'pi alkohol, unë s'raj, unë s'bëj gibet, unë s'bëj këto, unë s'këshyri në haram, unë s'bëj këtë pobrës, ty kur gjë nuk të shtin me i bo që ato punë. Se jetë që ashtu i kriju. Neve na e për shembullin, dikush që e ka egon, e tërhek ego e vetë ka e keqja, edhe ai na tregon qysh me u përmbajt. Qysh me u përmbajt prej haramet, për shembull një djalë i ri, i cili si ka kushtet me u martu, e që ka thonë kusht mundet le të martohet, po kusht mundet le të agjeroj, se me agjerim ja ngushton rrugët e qarkullimit shejtanit të mallkum. Që kjo është pejgamberi njeri, pejgamberi melek, ndoshta na i kishtë thonë teorikisht, po në praktik s'kishëm pas mundësi me e përjetu. E njëjta gjë, çdo mrekulli me pejgamberin njeri është ma mrekulli, me laçe kollaj, para me ndonë në luft Bedrit, e të Uhudit, e gjithandej, me konë pejgamberi me laçe, kush kish guxu me ju avyt. Krejt kish fshi, se ka forcë të madhe, me lek ma. Po jo, pejgamberi njeri, o dasht me u përball edhe me armikun, o dasht me përjetu edhe sprovën, o dasht me përjetu edhe dhimbjen, edhe lëndimin, edhe vrasjen. Ka pas pejgamber që njerëzit e tyne i kanë vra. E që kjo e jep, e qëtë në pah edhe ma te për mrekullin, edhe fakti që pejgamberi njeri, do më thonë, komunikimin me të bitë e lojit vetë ka pas ma të letë dhe ma të natyrshëm. Ma kallaj e kuptojmë na pejgamberin nga mesi jonë. Pse s'ka që Allah pejgamber pej një etnije të një popull një etnije tjetër. Ja, të se cili popull thot kemi dërgu pejgamberin e vetë. Edhe as një pejgamber nuk e kemi dërgu ndryshe. Allah o thot përveç se me gjuhën e popullit të vetë. Li ju bejjine lehom. Mirë që aty në mja u bosë më të qartë. Pse na për shembull sot kur flasim, çka do të flasim? Flasim gjuhën që e kuptojnë xhamati. Se që është synimi me e kuptu. E kështu me radhë. Ekziston edhe një pikë tjetër me të cilin po e përmbyllim. Ka pas tendencat e disa njerëz edhe me i dhon pejgamberit cilësi hyjnore, cilësi të Zotit.
sikur se është rasti te Isai alayhis salatu wassalam. Edhe Allah i madhruar edhe këte e ka trajtu kur e përmend Allahu thot mel Mesihu ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani at-ta'am. Thot Mesihu i biri Maryamës, fjala është për Isain alayhis salatu wassalam. Nuk është tjetër veç se një pejgamber njeri, ashtu sikur se kaluan para ti pejgamber. Me këto, Allah i madhruar u aqet më pa atyne që thonë Isai është djali i Zotit. Nëse Isai është djali i Zotit, si masë logjike do duhet edhe Musa me qenë djali i Zotit, edhe Ibrahim edhe kështu me radhë, por ata kalun. Do të thonë si shën bitë e Zotit, s'është as ky. Wa ummuhu siddiqa, edhe nona e tij ishte skajshmërisht e sinqert. Nona e Isait ishte skajshmërisht e sinqert, kana ya'kulani at-ta'am. Po e përmend Allahu një sen më të thjeshtin në përshkrimin e njerëzores, thot, këta për me mbjetu, kishin nevoj me ushqy. Një krijesë e cila ka nevoj për ushqim, s'munët me konë zatë. Mos flasim që në ditën e gjykimet, Allah i madhruar do t'i thot Isait alayhis salatu wassalam, ja Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah. O Isa i biri i Maryamës, a ti ju ke thonë njerëzve, në trajtoni mua dhe nonën time si zotër në vend të Allahut, këtu qëllimi nuk është me akuzu Isain, qëllimi është me e qitë dëshmin kundër atyne që thonin Isai është djali i Zotit e Maryamja nona e Zotit. A për dini? Maryamja është nona e Zotit, Isai djali i Zotit. A Maryamja nona e Isait, diçka në mes po mungon aty. Është një farë logjike të kjo teoria e trinis, e trinitetit që për të mungon, shumë mjegull ka aty, për shkak se është e palogjikshme, jo për diçka tjetër. E Isai thot, subhanak, ma kana li an aqula lahum ma laysa li bihaq. O Zot, ti je i gjveshën edhe i lartësuar prej çdo tmete, nuk më takon mua me thonë diçka që s'është e vërtetë. In kuntu qultuhu faqad alimta. Sigur ta kisha thonë, ti e kishe ditë. Me pas thonë, unë te e kishe ditë, s'kishe pas nevojë me vetë mua, a ju ke thonë, po më kishe thonë, pse ju ke thonë? Po unë se kom thonë për këtë arsye, unë ju kom thonë vetëm atje që më ke urdhëru, edhe kjo është në pika të shkurta ajo që e parafron këtë idenë e të qenit të pejgamberëve njerëz. Ideja është ndër vllazën se çdo përpjekje për me e zhvesh fen edhe besimin prej hyjnorës është përpjekje me e relativizu. Si të relativizohet tani më s'ka vlerë, sikur si besim, si që po dhjën e çfarë do lloj ideje ose kauze që njeriu mundet vetëm me e shpik, bëhet e njëjtë, e nuk është kështu. Nuk është kështu. Besimi është i rëndësishëm për kur gjë tjetër, veç pse e ka origjinën personale. Veç pse vjen prej Allahut fuqiplot, edhe çdo përpjekje për me relativizu, padyshim se është e kësaj natyre. Allah ju shpërbleft për vëmendjen, takohemi ditëve që vjen me tema tjera, insha Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.